Mirë se vini në podcastin Flas çka du. Sot me mu është një artist shumë i ri, i cili mirët me një art që zakonisht nuk i shkon menja kërkujt mu marrë me të, e cila është opera klasike dhe punon në Filharmoninë të Kosovës, ajo është Haris Bayraktari. Mirë se erdhe Haris. Mirë se ju gjeta Liki, faleminderit shumë për ftesën edhe një herë. Na këtu folim çka dujna, se ashtu quhet Flas çka du. Kështu që pyetja jame parë është çështë ka lind ideja me u marrë me këtë art i cili është kogja se zakonisht artistat e ri mirën ose me naj muzikë moderne, rock, minimalizëm. Kjo opera dyqysh ka shumë punë të dhe është për kushtim i madh. Qysh ke pas idenë në fillim kur ja ke nisë mu marrë? Në fillim kur ja kom nisë më marrë me muzikë, opera nuk ka qenë opcion fare. Po. Se kjo ka qenë fillimisht ma shumë si dëshira e nanës që të tregua më herët. Po, do më thonë gjatë kohës pubertetit që filloi zoni me ndryshu, kjo nuk ka qenë as pak në fillim ideja jam faktikisht, se ka qenë ma shumë nana, edhe disa profesorat të shkollës të mesme, se unë kam fillu së lëkëndimin në shkollën e mesme, mirë po kur nuk është që më ka pëlqy, bile jom konë ai tipi që kur e kena kry mësimin, jom dalë mas shkollës kam repovat atin, jom ndedhë rrëth me e ketë studentat atin me mgu që jam të votë. Më thonë, që kjo u konë fillimi jam, andej, që shja ka njës ideja, u konë një moment shumë konkret, se shumë rrallë të regoj që të rast, po njëri kryesor që më ka shti me dasht edhe më marë sinqerisht shumë me këtë punë, ka qenë Karolin Izabel Merz, e cila më thonë ka preardhjen e Austrisë dhe jeton në Gjermani. Ajo vinte këtu disa herë për me na mësu operën, me na shti me dasht në një farforme, edhe më kujtohet një ditë u konë shumë specifike një moment që na ka mbledh krejtve, edhe na ka kritiku, po për të mirë na ka kritiku, na ka folë se çka na pret nëse na mirëm sinqerisht me këtë art edhe dojmë për një më shumë, edhe u konë për mu veç më ka dhez diçka në tru që ai moment, edhe pejtë që ati momenti kom thonë, tash e tutje kom u marrë, kom i jap krejt qa kom veç për artin operistik. E ti e bariton me zo? Apo? Në bariton, bas bariton. Bas bariton, okej. Zakonisht këty në zona ju japin role negative me i lujt, për shkak se nëpërmjet zonit ti e formon një karakter, dhe vazhdon zakonisht një udhë ma dramatik, ma njerës si negativa dhe kova të fundet, ju e keni bo edhe një operë që quhet Goca Kaçanikut, që ti ke lujt një rol edhe që ka qenë kogja negativ aty. Sa u kom vështirë me bo atë rol? Ka qenë normalisht edhe ti si regjisore din puna sa e madhe është e regjisë në këtë aspekt. Po du me përmend Nikolin Gurakuqin, regjisori cili të unë pa shumë potencial për këtë rol, sepse unë këtë rol e ka marrë vetëm se fillimisht më ka pëlqy si ambitos, më ka pëlqy si muzikë ma shumë. Mandej regjisori Nikolin mendoj që ka pa shumë potencial në mund për këtë rol, mandej më i me thonë që nashta 70% që i krejt rezultatit rolit tim ka qenë Nikolini, profesori Nikolin, për shkak që ka nxirr shumë nuanca ekstrem negative që unë nuk e kom ditë që i kom bile. Edhe mendoj që është për mu shumë fan me i lujt këtë role, se zakonisht jena mësu gjithë me një storje shumë klishe, ku gjithmonë, do me thonë, heroji në fund është fitimtar dhe në fund e fiton atë femnën e andrave që e ka adin. Kjo është, do me thonë, çdo storje si filmat vëzatum, si gjithmonë. Mu më pëlqen më konë ai antagonisti i operës që zakonisht i krijoj problemet mes këtë në dëve. Për shembull edhe një me që kem të folë për femnat ose gratë të cilat del me to, zakonisht është pak e çuditshme. Kur i thu, unë jam punoj në opera, për të është tepër vështirë dhe janë pak shokuse se zakonisht janë do t'jem rockera, do t'jem e qështë shohin, atë shohin ma serios, po me në raport sa serios të shohin ty ato, kër të fletë për qëtë punë. Po faktikisht, ato nuk më shohin serios dhe isa janisi o në veç me knu, adhe nuk foli mo hese edhe veç. Që ato e hajnë forën, adhe. Si ta një zonit. Dishka, mos foli hese, adhe. Trullon. Nuk trullon për zonit bukur, për zhurën.
Shumë falë. Po, ka dhe momente për shembull që shpesh çuditna që te na ekziston hiç opera, dhe nuk mirët kërkush me çatë punë që shmu ndërtua ajo operë, që me bo që sa vjetë është u thonë non stop që si cili pushtet që vjen, kena mja ndërtu një operë, na gëzomi 5 minuta, na bindo format arkitekturës edhe thonë që ka ardhë një architekt edhe ka me bo këtë punë. A ka na i farë rrugët tjetër të cilën me bo një operë dyqysh, me gjetë një farë mundësie, apo se me qunaj protest, me dalë, me thonë s'kena operë. S'po di po mdohet veç që ajo nga ka metë, se mohët që sa jena bo bajat, adin me të njëjtat premtime, me të njëjtat fjallë, bile nuk e di ajo mbo halo 5 vjetë, prej që adin na thojnë për këtë sen, na si artista në Kosovë që jetojmë dhe veprojmë, normalisht nuk i kemi kushtet as pak, edhe po funksionojna me do kushtet improvizume që s'ti sa vjetë, do me thonë. E kemi salën e Filarmonisë që aty i majmë provat, që është salë, nuk është as pak e mirë nuk është për prova, sepse është salë që nuk, nuk përkan me akustikën e një sale operistike, të theme, ose një sale koncertuale, ku për shembull kori, se unë jam edhe pjesë e korit Filarmonisë, po edhe si solist në korin e Filarmonisë, e po du me thonë që ne pregaditemi me një lloj ambienti, ku në fund kur dalim koncert është ambient komplet tjetër, e për neve është gjithmonë po është një farloj shoku, adin që s'po dim tash a me knu ma forte ose ma piano. Se din cëlla ka po të prek zoni që apo bëhet. Absolutisht, e këtë probleme kena që so vjetë me dirigentat e këtuhit, po ashtu edhe t'jashtit, sepse jemi mësues gjithmonë me këndu me një lloj dinamike që është e përshtatshme veç për ambient. E njëjti problem andej është se s'po du me fol shumë për pjesë negative se veç po i shoj me po i dim. Po të njëjti problem është edhe salla e ateljes, ku i majmë tash provat e operës, aty gjithmonë i majmë. Që edhe ajo është sallë me një akustik shumë dry, shumë thatë, ku për shembull tingulli për plasët edhe të bjen. Është më i shkurt. Nuk të përton tingulli edhe është shumë problem sepse ne këngëtarët e operës e kemi shumë pikë këtë sens se ne mësohemi me këndu, po flasën kushtet mira, mësohemi me kënu, do me thonë me përdor zonin me një salë që është ma e madhe dhe me një salë që ti nuk ki nevoj me shty, me frym për me dalë dhe i në fund salës tingulli, e në këto kushtet tona, do të më pëlsit, po do të me kështyja me pëlsit dhe po na dalin sa të merë kohë për shembull, a është shumë i vështirë me kënë këtë zanat, për shembull do të me ushtru për çdo ditë ose se zoni ik, zoni hup, bot në dembel, du shënë sot me ushtru. Sa të merë, a e kisi si fitnesin si zonë? Eksakt, është i njëjti sen, faktikisht se unë mirëna me dyat, i bëj, do me thonë, e kom bo një farloj miksi edhe mes fitnessit edhe zonit, për shkak që është ne këngëtarë të operës jemi atleta me një formë, sepse ne përveç që këndojmë me zonë e përdorim edhe trupin shumë në skenë. Do me thonë, si nga ana aktoreske që na duhet, po edhe nga ana vitale e zërit, sepse na ndihmon shumë. Edhe mendoj që është një diçka shumë kryesore, edhe po du me cek një lloj si mit që e thojnë gjithë që kur e kujtom një këngëtar të operës, na kujtohet një njeri trash, i plot, Pavarotti në këtë rast. Po vetë Pavarotti tregon sa problemet i ka pas shkaku i peshës. Edhe tregon se edhe pse ka qenë ndoshta shumë i plot. Për shkak diafragma, se është ajo që me diafragmë, sa do që i je ma i plot, ki ma shumë frymarje që me mujtë me majtë një të nëzonit, që a diçka që është e të që lupa. Po, unë e që të pyetje, ja kom bo profesorit tim Giancarlo Monsalve, që e përshëndes shumë, edhe e ma ka thonë një përgjigje shumë interesant, unë gjithmonë kom mendu që shtu se puna, do më thonë, zakonisht kur ki pesh ma të madhe, po është, që me thonë, fuqia vokale është shumë e mirë kur është diafragma shumë aktive, edhe në këtë rast për njerëzit që kanë ma shumë peshë edhe në ma të plot, duke jetu me atë lloj peshë është një farë lloj rezistence që i krijohet trupit, edhe trupi ja nis me, ç'më thon, çdo në lëvizje ose në jetë përditshme që jeton ai person, për shembull ndihmon shumë në rezistencën vokale, edhe mandej suporti mund të më qenë më i fuqishëm. Mirë po nëse regjisori, për shembull, të shtën me bo një sallë në skenë, adin është problem. Po tash edhe ka ndryshu pak a shumë opera, u bo shumë opërzi me teatrin, me lëvizje,
edhe u boti për ma e fuqishme, ka njerëz gjithë lifar salta që po thu bojnë edhe ju del një zotë që thu, au, adin. Dhe kom shumë pyetje për gjithë shka, po i kom edhe do që janë ma provokative për punën e qësoj që e thash ma herët, e thash kur shkoni ju jashtë, me knu, edhe ishin i gjitha ato kushte dhe gjitha ato venet të cilat i kanë të ndome, për me është me kajt me minel që thojnë, adin. Me kajt me minel. Adin është një farë se e që aty që shnjësh se ti ke qenë në Vjenë tash, e keni pas një koncert edhe e ke pas edhe aty një rol, edhe që shjeni kur ke bu muzikë në qasi akustike dhe në qato aty ka do këshëm ma letë, ose më na spjegu pak qatë eksperiencë. Ajo konë ekstrem ma letë, se për shembull në Vjenë kam pas rolin e Ilkonte Almaviva, martesës Figaros, po ashtu roli jam i andrave që ka qenë. Figaro. Vlloi vet. A ka bu Mozarti që to? Po, njerëz e përzin shumë se Figaro janë dy Figaro, është që e knove të është Figaro i Rosinit, e Figaro ku e kom knuën është Figaro i Mozartit. Janë dy Figaro me emrat e njëjtë roleve. Është basically është e njëjta ngjarje që vetëm vazhdon matutja, den. Ky Figaro që e kom knuën i Mozartit është martesa Figaros që Figaro do të më martu, po është shërbëtori i kontit. Për shembull në këtë rast unë e kom pas prapë edhe aty rolin ma negativ, sepse është rol aristokrat që i ka të gjitha senet, mirë po don me patjetër me flejt me gruan e Figaros. Tash Figaro edhe gruaja vet Suzana janë dy të shërbëtorët e mi. Në këtë rast unë shfrytëzoj fuqinë tam për me flejt me Suzanën, mirë po Figaro tash kur e kupton se ai mendon që unë e du shumë edhe kom shokun më të mirë, kur e kupton ai mandej krejt opera zhvillohet me një plot, një lloj një lloj skim që Figaro e krijon, që krejt opera zhvillohet me qatë me qatë plot, me qatë ngjarje. A është e njëjta për shembull që është edhe te filmi Mozartit, e njëjta Figaro që e bën ai në atë ambientin e varfën, realisht lind një operë se tani mas ne çaty bëhet, është e njëjta. Po faktikisht është edhe te filmi Mozartit është martesa Figaros, bile është pjesa jam e preferuar në film që shfaqet nëse të kujtohet, po shumë skena shkurt ku Mozarti e dirigjon operën e vet edhe këtë ndjerës është edhe që i bjen të fekt. Realisht ai bjen që aty e kupton smundjen që e ka Mozarti, sa ai di. A çaja pjesë? Jo, pjesa është me ato tonët e holla që është diçka, tjetër është. Jo, është tjetër. Po është basically një operë tjetër që ka shu. Ky e cek kur e shun Don Giovannin, që edhe ajo është favorite e amja, mendjes pras me lujt edhe atë rol. Po për shembull kur e shun Mozarti martesën e Figaros edhe dirigjon, është një pjesë shumë e bukur e operës që unë e kom jo veçone, po besoj që këtë baritonat me nëzi e presin që ata, është kur konti e kupton sa gabim është edhe e kupton krejt që do me thonë ka bu gjithë shka keq edhe ka lëndu edhe grune vetë, se ka dasht me flejt me Suzanën, edhe vjen një moment që nalët krejt muzika, edhe konti ullet me një gu edhe i kërkon falje konteshës, adin. E qaj është këndima, po? Po. A më shmiknu? Stash me këno? Visat pjesë pëse se jo. Po. Contessa perdono, Edhe këto mandej është kërkim falja, edhe ajo ja fal, edhe gjithë jetuan të lumë të në fond. Me që pas ke pa dhe punën e Requiemit kër e ban, që shë ban Requiemin si një loj më fund delë si vdekja ti, edhe shumë interesant që shka mujtë. Miloš Formani ka bota, shumë është regjisor shumë i mirë Mozartit filmin, edhe më ka fasionu që shë ka kryu vdekin e ti, që ka vdik 32 vjeqarë dhe e kanë voros me vorët përbashka se s'ka pas pare me pagu varën. Kështu që është shumë e ronë që ka njëherë pritët që pineve artistav që jemi shumë një farë varfnia, edhe sa është e vështirë mbjetesa në Kosovë me këtë zanot. A është
sfidë, po du me të pytë se ti si e komercial, nuk mund është me shfridzu që zo po do në me najtin klasik, sa është sfidë më konë në këtë Është profesion. pa tjetër shumë sfiduese, mirë po, në shambull i kam ambicjet ma shumë që zoni jam unë një internacionalisht, edhe unë jam të punu vetëm në atë drejtem, Okej. kështu që për me mbjetu në Kosovë 100% me këtë profesion është e pamundur. Okej. Sepse pa tjetër do shme pas e një opcion dytë që jetu ose një punë dytë që jetu e bo një kosisht, sepse nuk është një sens që të paguhet shumë, nuk është një diçka që kemi një teatr ose e ki një punë që ki me knu, nuk i kemi ato Që të kushte. qanë teatrë dikon, ti duesh veç vetë, sa është vështirë për shumë, Absolutisht. ana kalzën procesin pak a shumë qësh duhet për me mëri, mi pëlqy dikujt jashtë, a duhet me pas audiciona, që apo qësh shkojnë. Zakonisht qashtu shkan, bile unë si këngëtar i ri që jam duke ju nënshtru edhe hala sa kam fillu me këto audicionet, edhe zakonisht është procedura audicioneve, mande është tani një proces tjetër i kompeticioneve që kime shku me provu vetën, do më thonë, tu kompit me njerëz tjerë, me kompit, me konkuru me njerëz tjerë, Njerëz tjerë. me artistat që janë sikur te që janë të e bot njëtin sen, është shumë e vështirë, sepse çdo këngëtar e ka blueprintin e ka vet, ose cili e kemi atë pjesën unike tonën që na veçon për tjerëve, kështu që menoj që është një diçka shumë e vështirë, po kur gjë nuk është e pamundur edhe na veç kena shembuj konkret në Kosovë edhe në Shqipëri, se çka kanë bo këngëtarët operistik tanë, domethënë që janë domethënë Best. the best so far in the world, që janë. Është e vërtet që janë the best, a? Se ti tash mas i ke dal pak e ki se na për kur shkojna jashtë dika, e kena dikush që na ka përfatsu dhe është pak ma letë me hy, për shembull Roma është kogja i njoftë me siguri në dhanët ndërkombëtare dhe ndoshta kur të prezantohesh që jepi Kosovës ju kujtohet që edhe Roma është, edhe ndoshta na ka ndihmu pak, ose ka dhe tjerë, se ndoshta unë si di, a ka dhe tjerë shqiptarë që janë famous në operë? Po, ka plot, një ndërta bile është edhe Ermonela Jaho, soprano, që është e Shqipërisë, që unë e përshëndes shumë, dhe që është një person shumë i mirë, që mu vazhdimisht më ndihmon, edhe unë me Ermonelën këshillona her pas here, dhe mu i me thonë që Ermonela, do më thënë është, nuk po thomë one of the best, po është the best in the world, momentalisht. Kështu që kur të menojsh që një soprano e Shqipërisë, që ka kaluna për shumë sfida, që unë nuk më i me thonë të njëtin sam për vetës, sepse hala sa për kom fillu mu sfidu me këtë profesion, me mbërri që ka është largë, për shambull, ose është edhe Roma, mande është Marigona Çerkezi, kemi plot emra, mande është edhe Sajmir Pirgu, që është njoni për tenorave më të mirë, momentalisht, adin... Ka, paska mundësi, po qaja se dyshush është shumë vështirë me shkuj vetëm atje, dhe me dëpërtu, se dhe ajo është një farë tregi edhe në që du të me ta kalëzu dikush e rrugën, se nuk mund është vish hajtë në krye veti me muniz dika. Pa tjetër. Është gjithmonë është një farë lloj rrugë, edhe shembull shumica e njerëzve ndjekin këtë rrugën e universitetit, mandej audicioneve sana, në shembull jam prej Kosovës, po jam të i bë audicionet, i bëj audicionet jashtë, shembull nuk kam vendos sepse kam qenë 2 herë i pranum në fakultet në Gjermani, 2 herë jam pranu. Okay. Po nuk ma ka marrë menja mi u qasoj rrugës. Qasi forme, se të ka duk shumë gjatë me kryu edhe një herë fakultet. Mu ka duk shumë gjatë edhe zoni nuk është një diçka që ka mund varë për universitetit. So ka mund varë shambull që unë menoj që është 100% varët për pedagogut cili të dheqë. Okay. E unë kam pas fatin se bile po du me ceke njerë festivalin e Ramës, që ka qenë një profesor Jean Bernard Thomas, që më thonë ka qenë njoni ndër vetmit që ma ka tregu një mënyrë komplet të kundërt të këndimit, që për mu ka funksionu shumë, edhe ajo ko një moment shumë i rëndësishëm për mu, sepse tani e kom djek vetëm qatë rrugë, sepse këndimi është një diçka shumë që ka të bëj shumë me mbrendësinë e vetës, e eksakta, dhe në dush do më thonë më shkëthelu në zonin tënë, me ditë, është gjithçka me imagjinat, sepse ne nuk e shohim zonin, nuk është që
Edhe është diçka shumë e Po na vështirë. është edhe ti bjen me vizualitetin tënd të mendimit vjen edhe zoni, se çfarë po di, veç po Po, fole. po exactly, Për çashtu. shembull është te na, unë jam shumë vizual se mirë, na me qatë punë. E qysh kur të kënaj najherë ja futi që atë në veti, më sheli sytë, më doket që po di, po kanë herë edhe dikush më thotë nice, po kënana, pëtën. Aha. E të vjen një farë ndjenje, hajtë pe prove edhe një herë, hajtë edhe një herë. Po. A beson ato që thojnë du të me pas vesh për me pas zot mirë? Veshin dush me pas. Nuk Okej. dush me, s'është me do mos me pas vesh absolut. Po, okej. Veshi absolut që Është për kompozitor. është për kompozitor, se për shembull nana jam Shqipe Baraktari që e përshëndes edhe ato. Edhe unë e Ajo është vesh përshëndes. absolut, shembull Po, për shkak të... nana që tash mi thonë kënoma notën e re ose notën mi, ajo ta kënon pa piano, pa e një hiç. Okej, okej. Ajo është veshje absolut. A për shembull me pas vesh në aspektin intonativ, dush me pas pa tjetër. Edhe është një diçka që shembull unë e kom të lindur atë sen, nuk është që shembull se unë pe fëminis këndoj, pe moshës Okej. 5 vjeçare, dhe gjithmonë e kom pas shumë lehtë kur e kalshu muzikën, aty unë e veç kom kënu në intonat, kom kënu që aty, edhe Po, në intonacion. po. E shembull ki shumë njerë që e mësojnë ndërkohë atë sen, sepse jo gjithkush e ka të lindur, e që kjo është puna e veshit që e përmena, dhe, Po, po, se po. s'di qa prej ka Po jo veshin është, tam, po tash. thonë, Po basically. thonë që ashtu, a i s'kish vesh, se një ke Po. vetën, a pëtën që kjo është diqysh sa ma popullur, që me ta bo, aty në ka dikush një zopër i me e ka shumë të përthekan me të, po të vëron, a pëtën diqysh të thonë po përtet shumë, a dhe nëse nuk ishi imposuma, që Po. që Impostum jesila. Exact, jo, po. se di, vish pja futi, po pja që loj dhe sanëve. Aha. Kështu që, a menon që munësh qështu të me kulse edhe me sane shanë gjeni mësës ose diçka mu bo bariton ose tenor ose bas bariton ose veç bas, a ka bas më duket Po, veç bas? ka veç ata janë pak ma trollë. Po, po. Është zo shumë i thellë. E, që ta, a munët hiq mos me pas shkollë edhe me një zyq me ushtru edhe me mriqet. Është shumë trojke se do njerëz nuk e di qysh, po për shembull natyra te secili funksionon ndryshe, dhe ki njerëz shembull veç e ka të lindur çapo di e ka të lindur punën e teknikës më shumë, edhe është në gjendje çashtu pa shkolla i kënon super, edhe po mandej kjo nuk është shumë afat shkurte se pa e pas dush pa tjetër dikon me pas që të nimon që të rënë Gati. gati për shembull. Për ndryshe keme pas shumë shkurt Jetën. jetësinë. Po dhe se ndo njerëz që flitët për plot janë që se kanë ditë, nështë të pe përmeni me emnën, në Xhmia Pegarusha, thonë që e kanë dalë shkollën, për shkak se i ka thonë ai kompozitori s'munësh me nalë shkollën rrinë qatë zonin amator të undën që i ki se ta ndrojnë zonin edhe për shembull të çojnë ose me soprano se soprano dhe çfarë di që ashtu kom nisi histori me një intervistë në Xhmia Pegarushën. Po, Kur të këshosh aja ka pas një vokal që i kanë thonë për Bilbyli i Kosovës, a pëtën. po. Edhe që shkanë mujtë që ata njerës, që shkanë kënu për menë, shazi së përdi shme thonë. Unë nuk e di pse se tash nashta kur i thom do sane dikush mundet me marr shumë personale, po unë nuk e di pse e kanë marr punën e këndimit shumë, do të me pas shkollë, do të me bo këto, me mësu notën, me s'ki nevojë më rëkaner, hiç me mësu kur gjë. Pa, Se veç e ki zonin edhe veç funksionon që ashtu, edhe jo me do mos, dosh me pas, ajo të ndihmon shumë, se unë për vetë jam i shkollum si bariton, edhe, po për shembull e kom kuptu që për me mësu, me kënu mirë, me dalë me performu mirë, mu ka dosht me dalë edhe me performu, jo me dalë me mësu nota e me mësu sene. A du të pa tjetër mu ku njëri mësusi që të mëson me qina vaj bariton? Është shumë ndihmë e madhe nëse e ki me the same voice, nëse e ki me zonin e njëjtë. Mësuesi, në për shembull, mësuesi jam është tenor, që nuk jena në zonat e njëjtë, po është mashkull edhe është ma lehtë me ma kuptu botën tam, sepse është shumë ndryshe pej zoni femnave pej mashkujve, është ekstrem nisa ndryshe. Ti për interesant është që për shembull qysh ka mujt, qysh janë tingujt, apo den qysh janë tingujt e zonit femnës, unë për shembull, kur të knoj,
dina që jam shumë femnor zoni, na krina kanë herë më duke një farë zoni i ashpërt, kur të paraqit në mohabet, atë në dy me bu një farë zoni, atë ama kjo më duke që është i aktrume, fell jemi, është i për i but, edhe, kom e di qëfar tingulli kam, po pa të ataku një herë, rastësisht një profesor në akademi, më ka bu që i alt. Unë menoj që je alt, ose medzo je ma shumë. Po, edhe më pa thoni e alt, apëtë thash, okej, Se i zoma i ullët edhe se zakonisht kur të folim na vrejhem adin. Okej. Se na kur të folim e kena zonin ton ma natural që nuk kena nevoj shambull me ndryshu kur gjë gjatë foljes adin. Ti ki zonin ashtu ma të thellë që është ma i shtrim, është ma i ullët është. E dhoni kisha lushtriga, ato të këqia. Qysh? Ato gratë e këqia që bërën ke. Ti këshim lujtë bashkë. Po, dhe, Ti gradën e burrat. Ajo që ajo dhe është, se më që ka një farë zonat e thellë, gjithë mund të hapi një kushtem. Ama shumë tricky zonat, shambull të, se vëdu me ceke dhe si të të femnat, zonat e thellë kryesisht, jenë zona ma të nanave, të mbretëreshave, adin zonat që jenë ma, se zoni i nanës është kryesisht një zonë ma i relaksum, si ashtu edhe i babës, adin. Kryesisht rolet e femnave që jenë medzo shambull, jenë kryesisht këto rolet e mbretreshave, nanave, nashta dhe gjysheve në herë, se sështë që kom shumë informacion për zonat e femnave. Vëtë është një si për baritonat? Të baritonat e ma triki, se zoni bariton është zoni ma i gjon, pikret zona, me thënë, sepse ndohet nashta një 4-5 fahet mrena vetës, që është shambull zoni i baritonit është bariton legjero, që është bariton ma i nalt, është bariton kavaljer bariton, që është bariton pak ma metalik, që i ka në altësit ma të forta. Tani është zoni baritonit që është lirik, që është një bariton Figaro që e knove ma herët, është që është bariton lirik, mande është baritoni dramatik, tani është bas baritoni, dramatiku bas baritoni. Jenë shumë ofër, unë për vetë jem qatuin somewhere in the middle, adin. Po jem ako ma shumë i ri që me thonë jem bas bariton, sepse ki... Sa zoni vjen tu ndryshu, apo? Exactly, po me edhe me moshë ndryshon shumë, të mashujt është, dhe i në moshën 35 vjeqare është tu pjeka. A ti cigare s'pen, për shkakun se thonë cigarja janë ndryshon akordet e zonit, mirë. Mirë. Tu në ma më kom pak ma pravi. Akordat e zonit janë ndron, është e vërtet që cigarja, alkoholi mund me të ndiku ti për keq në profesion të cilën një teki. Nashta dhe më vardë, se të dikush, po ndikon të dikush jo shumë, për shumë dhe kom pi cigaren, se kërkush nashta se dhe, e po më do këtë shumë keq që e thash më s'mani. Unë e kom pi cigaren një kohë gjatë, po që 3 vite e kom lonë, pikrisht për këtë arsye, sepse nuk është që nashta... Ja, dhe oksigjenin e ki ma pak, edhe e ki për i ma lodhë është ma shpejt. Për mushkëni është ma ndryshe, po për shembull për korda kryesisht krijon shumë mukoz, e të shtin mukolite, që ajo e kolit me tani vesh të lodhe. Krith në zove. Thjesht nuk është e mira s'pak, adem për shumë sane, mandej vesh diet, po edhe alkoholi nashta mos me tepru nuk është shumë problem, po me tepru gjithçka që po tepru në fundit adem. E çka a keni kjo puna e çush duhet me majt zonin? A bëna ka një farë në sekrete? Po, ka shumë metoda, adin. Unë për veti nuk është që i ri shumë 100% gati, adin në atë aspektin që me flejt në ora 10, më që në 4 me dal, adin nuk është që është qash, po, për shambull ki metoda, shambull gjumi është, mendoj të këngëtarët është kryesor, po nuk do me thonë tash më konë ekstrema. Po, dhe stani bosh edhe i tortur për vetë vetën. Exactly. Adin ka njerë është, se që tash të kryot një farë tortura. Unë e di vish një sans edhe na kur unë e marë në fillimisht e kun kryo aktrimin, edhe e di që na pa të ndonë teknik zoni kina pasna. Po. E na e pëshim do këngëtaru. Edhe mund ka dhonë Merita Juniko. Profesoresha Merita, po. Edhe e di që thëke zoni që du të më që shumë ma herët, se mas 5 orëve zoni që të për trupit. Mas gjumit. Po, edhe unë e gjithë me që të sen jetoj, do me thonë me që.
Po se s'mun është i mu që të flajtë edhe mu që me knua, bëden ose me bona i shfaqe, ose diçka se. E di që të sanë, e maj men që na pa të thonë, se unë jem kum pak dembel, e kum pa zonin shumë dembel. Edhe unë pa të zbulu që e kom zonin dembel, ti ti full me buzë, pëtën priton, qash priton me full, ti ke, dhe isha dhe e reja, dhe njerëzit kërën të ripojmë gjajbe që apo pritoj. Tani ma vonë, e pata prej buzorës me kalu në tinguj kokës e gjokësit se po bëja e gore si i didhën e dosane. E kish është shkësha problem, për shembull dhe punën e të keshnëve, se na i ushtrejshëm të keshnët në zanore, edhe u dufke mi bu krejt keshnët, edhe nëse edhe ato të kalzoj një farloj karakteri mrena për para u bo teatr, edhe o dufme me nu që kë personazh kish qështë, edhe dhe ku duft me shku për me kriju një personazh, tash edhe ti më kupton. Nashta edhe kesh me mund të më konë diçka shumë e vështirë për më realizu se. Po dhe të irriton, për shembull ka njerëz kur keshin të irritojnë edhe mrena të kesh nëse kupton si karakter pak a shumë. Ose të kajtnos, edhe çaja na pse ke meriton atko. I di plot dosana, për shembull edhe e punojshin një farsane me qire. Këto na patë mësu profesoresha tjetër. Edhe i fryshëm qirin për distancës që me mujtë me pasak sa po munësh me akumulu në diafrangë sa po munësh me majtë frymën edhe në sheshëm ka dalë për largë edhe mujsha me mrime më shti për largë e shumë shaqire edhe najës edhe sheshe sa ki fuqi trupore së të cilat kur si ke që ajo është tash po du me të pytë nëse nuk na ashta nuk na plëtsonive arti jonë me pare, edhe s'kena kështu në varkushte me ble shpia kire, po e kena një ushqim shpirtnor, edhe sa të ushqen tash ca kiti ushqim shpirtnor në qëto momente për vetë vetën edhe çfarë ambicie, ku është e vetën mas 2-3 vjetë? Shumë pyetje me vend. I like it. Unë mendoj prapë që, për shembull, sado që e dojmë artin që e bojmë është mirë me pas një opsion dytë, domethënë me pas një farloj burimi të ardhurave, që shembull me na ndihmu me i realizu edhe ëndrat tona, që unë mendoj që patjetër do mi pas ato, edhe unë vetë i kam disa plane tjera në të ardhmen, po fillimisht, mas jam se starsha dhe mas jam halo i rria, të kje që kam edhe, dhe na mas jam edhe shumë i rria. Po, të kam edhe. Po basically jam të u knaqë shumë me këtë punë që jam të evo, sepse është një diçka që e du shumë, edhe është një diçka që po kom fat me tregu, sepse jo çdo këngëtar i moshës time e ka fatin me dalë me kënu një rol më pesh, sepse jashtë, sa do që na mendojmë që kur del jashtë kime bo audicione, është shumë vështirë jashtë, sepse I ka 100.000 tjerë të vetë. Exactly, janë 100.000 këngëtarë që gjysa janë shumë të mirë, po nuk kanë mundësi me performu. E une jam shumë lucky, sepse deri sot i kam performu 4 ose 5 role, që është për moshën ta më shumë okej, po normalisht. Bele qatë versë. Bele qatë versë, po zë më të kalzu që kom lindë në Istanbul tani. Po, për me, sa interesant. Po. Vetë gjuhën, jo, në Istanbul ke linda? Po, në Istanbul, në Turki. Me familje më ndej në artë Kosovë. Ka jetu, mami ka punu atje, ose babi, ose qa u konë? është storje shumë tricky puna e kësaj, se për shembull ne jemi dalë në Istanbul para luftës, më ndej ka pas tërmetën atë kohë shumë Istanbul. Mandej mas luftës jemi këthy pra në Kosovë, tani mas qysh edhe dijen qysh kanë shku ato kohë, po se di, nuk më tërhej kur me shku, se bilenana mu kesh dje se më tha, edhe pe kërka hisin, tha, be djali jam, tha, qysh s'ke një dit adin me vizitu Stambollin, kështë të qendrën, edhe, se nana me babi një kohën atje, kanë jetu një kohë të shkurt. Po. Deri sa kom lindën e sene, po se di, adin prap. Unë kom najtë në Istanbul një 2 vjetë për shkak të... Po, sa atje më shëru. Istanbul më shëru, ne. Really, ja? Edhe kom najtë ko gjatë edhe një kështu t'i ko. Që është se në Istanbulin e shumë, diçka shumë me dë gjamia sene, po ko gjatë. është një farë kulturë ndryshe se kanë ka dykyri në aty një vend që është super cool, kanë sene t'i për interesant. Dhe një nata
gjithçka. Apo thënë, ki gjithçka në Stamboll, apo thënë. Patjetër, po. Edhe ki është i madh, apo thënë. S'mund me gjetë një taksi, veç hajt më quti me mi thonë mja që i dorën taksi, se s'nalet kërkosh qa që është Po. full, edhe është një farë New York i vogël. Ja, Ku kishe pas qef me performu? mas shumë ti. Kjo është një pyetje shumë e lehtë, apo kupton? Po për ty po për publikun si di, Po, është. për publikun që Po që si din sallat e cilat janë të mendume me ambicie pi njerëzve që mirën me kitë punë, se s'janë që i din shumë. po. Realisht publiku që dëgjojnë në publiku i operës i kam përgjigjen e njëjtë sikur tamën, po Hajt. ëndra jam është me performu në Metropolitan Opera në New York. Që Okej. aty bile unë kom qenë në atë shtëpi edhe kom dëgju Don Giovannin. Wow. Po vllau jam ka bo surprizë se kom pritet kur jam konë në Amerikë. Okej. Edhe jo met pa tekst, domethënë jam shoku edhe në çdo sekond, çdo milimetër të atij teatrit e kam analizuar se edhe jam rënë dashni me atë sen se është gjithçka shumë profesionale, apo kupton, është domethënë ti si publik e nin orkestrën, e nin deri domethënë edhe çapo diun edhe Ti shik. frymën më të vogël të fagotit, për shembull të jenin pejnaltit, atë në çaq mirë dizajnuar si teatr shembull. Unë jam konë në katin e 5, është gati 6 kat nëse s'gaboj. 6 kat, E naltë, është domethënë është këngëtar të dokshin Picra. të vogël pejnaltit atë Dhomnish, pizra fix. A u konë eksperiencë ekstrem e bukur se domethënë gjatë ton kohës në kom pa vetën të e knu Don Giovannin se atë rol e kam shumë favorite. Po e di të kam na kena pas punu bashk Po, te bravo. me fondacionin e Ramlaz të Opera në Rota, kena shku në për këtë qytetet për mjë bo teatr operistik fëmijëve. E ti e ke bo Don Giovannin që aty apo? Po, e kom knu njënën arje. Në një Po. E që ndonë që të arjet janë copa, si mi thonë skena. Po, zakonisht arjet janë pjesë të operës, janë pjesë të shkurtra, që shembull zakonisht këngëtari e ka si lloj monologu. Okej. Arja, Arja është ma, okej, Po, monolog. është si pjesë e jotja ku ti domethënë E kompozitor. kallzon vetën, Eksakt. mund është që aty me kallzon Në vetën. çdo aspekt, domethënë e tregon nënën aktoreske, nënën e muzikale, nënën e virtuozitetit të mbarë çfarë zoni je për shembull. Arja Don Giovanni që kam këndu të Opera në Rota është De Vieni alla Finestra, që është Don Giovanni është i këndu domethënë një femnës, ajo është ndritare, kjo është i këndu e është mundu me bo për veti. Okej. Po, kryesisht prap është një kjo Qysh është lind që kjo puna, po më duket këtë janë dy gjysh këta si dashurum, si tu i knu do grave në për dritare, do zona që i bujnë për vetin që i thati ma herët. Në fillim. A është që kënë nëzuna. Se që është të pak. është pak se, është një farë forme që thojnë, është një farë mite, se zdi, është e vërtet ajo, po thojnë, gratë të një dashurohen. E kështë që ajo është që ajo muzika, qush është ardhë, po menaj opera, se këndimi, a kina informat kështu historike? Tjetër, është shumë e thellë si temë, sepse na janë aty jetu stash me një kohë moderne, Okej. po që kjo kohë ka qenë e njëjta kohë dhe ma herët në anën e dashurive, në anën e këtën e senëve, do më thonë, është gjithmonë storia e njëjtë. Unë mendoj që Don Giovanni, për shembull, kryesisht si rol, edhe si legjend, është marrë domethënë pej Don Giovannit Okej, si personazh. Si personazh që ekziston shumë para operës, a din. Edhe është studiu shumë sepse Don Giovanni si rol ka fillu fillimisht si ç'më thon ëndra e çdo mashkulli për më kon. Po mandej ëndra e çdo mashkulli për më kon, po zakonisht femnat që në atë kohë shembull janë kon shumë i kanë tërhek ma shumë fjalët dhe ma shumë zani mashkullit. Okej. Me kohë mandej e kanë rregullu Don Giovannin me një formë ma feminine. Do thonë, jo me një formë shumë maskulin që ka qenë Don Giovanni si legjende, si kësi. Po mandej femna duke imagjinu E ka imagjinu. mashkullin e ëndrave. Ëndrat vetë, po. E E ka do me copën e vetë, në shta qashtu. Exact, po. Dyshysh e ka kriju në... Cili kompozitor të në Kosovë
pëlqen me kur të komponon ose diçka e kina ikon. Pa tjetër Që që e kishe kam përmen. është shkretjen të mirë, shkretjen shumë të mirë. Po, për shembull për mua favorit është Valton Beqiri, profesori, Okej. sepse çdo vepër e profës Valton është për mua është shumë e bukur edhe gjithmonë më kanë pëlqyer sa që i kemi këndu se më shumë me korin e filharmonisë i kemi këndu. Okej. Edhe tash ka qenë një vepër e fundit që kemi këndu me korin e profës Valton, e cila është këndu për pavarësi. Ajo ka qenë një masterpiece për mendimin tim sepse ka shti shumë elemente të luftës që ka ndodhur, edhe Okej. kryesisht i ka simbolizu përmes tingujve edhe përmes muzikës, ka simbolizu shembull helikopterat që kanë bërë, ka simbolizu gratë të kajt, Okej. e të bërtit, Luftën. edhe mashkujt aty kemi pas shumë pak rol, sepse kjo është ma shumë ju ka përkushtu Sa grave, bukur, edhe femnave që kanë kaluna për gjithçka shumë të keqe, Po. edhe ka qenë Zonës, shumë emocionale me këndu, do me thonë, edhe me me qatë ide se kjo na ka tregu fillimisht, edhe ka qenë një pikë shumë shumë me thonë shumë ndihmë. ekstrem e ndishme, do me thonë, edhe njerëz besoj që e kanë përjetu shumë thellë këtë pjesë. Okej, a ki që tash në vend që kime kënu, ose në koncert që keni me filharmonin, që keni me shku dika, ose këtu, ose në që Po. të botash. Unë e tash momentalisht, është më kalu gripe edhe pak, jo kom pak i ftohën këto kohëve të fundit, po me filharmonin e kemi një udhëtim në Berlin, Okej. në filharmonin e Berlinit, që është big deal, goza shumë. Wow. Mandej planet e mia personale do me thonë janë tjera, po shumë shpejt kom i zbulu cilat janë, po kryesisht momentalisht jem të punu, jem të pregadit ma shumë për fund vit, me thonë, sepse që aty i kom kryesisht disa plane, po kryesisht jemi me filharmonin edhe opera i ka disa plane të veta, po du me cek edhe një diçka të vogël, vitin e kalum, nëse nuk gaboj u konë 21 orë, e kemi pregadit një lloj koncerti me Peter Valentovic, e kemi bot Zauberflöte, flautin magjik, në formë koncertale. Ajo ka qenë një diçka shumë e lezetshme se mund ka ra me kënu rolin e Papagenos, që është një rol shumë andryshe për këtë në negativa, është një rol shumë komik, shumë i lezetshëm, edhe qështu është përfundu viti, mandej viti i ri ka fillu me Gocën e Kaçanikut, që e kemi bo tash, nuk ka shumë se di në fillim të shkurtit e kemi bo, në Shkup, në Operën Nacionale të Shkupit. Okej. Edhe kjo ka qenë, aty kom këndu prap rolin e Rusbashit, që kom këndu edhe 3 herë tjera, 4 herë tjera në Prishtinë, në Gjakov dhe në Tiranë. E qa ke tash që kjo diçka në Gjakov që ke ma hirët që përmene këtë operistën? Ermanelën? Po, a qa ke diçka në Gjakov që e pat një koncert, apo? Po, jam konë edhe kom dëgju atë koncerta. Po, shke shumë. Wow. A den, veç qysh po dina e me hinë qase emocione ti për të fela, a den sa reale, diçka si me, a den ka kalua e dika tjetër. E vërtet, po edhe ty të qënë si shikus. Një fuqi, po. Unë si kom pa live, a është kur ka me ardhë këtu, diçka e pash, a është një koncert me të tash, apo? Nuk e di, heq, si jam informu mas pak, po inshallah vjen se Po, dhe me shumë kom pose. nevoj mu taku njerë me to dhe me bisedu, sepse Ermanela është shumë busy me koncerte, me shfaqjet e veta, po kjo në Gjakov ka qenë diçka ekstra, sepse Po, e po, a? po unë kom qenë e kom dëgju live koncertin. Unë thjesht jam i habitun që shmonët një njeri me këndu me qatë intensitet ton kohën, adin, Okej. sepse si këngëtar Po të shkojna si gradual për me mri atë klimaksin e rolit, e vërtet. e më kun të në kun që ato është. Ton kohën, plus me qatë repertor që e kënojmë, shambull, unë si bas bariton e kom repertorim që shambull e këndoj një orë, e kom një klimaks, dikon të lak, Po, edhe
kryhet, kapça ec dalorja tjetër është i njëjti sam, po repertori çfarë sepse unë këndoj një herë më shumë Mozart, më shumë bel canto, Ermonela është po ashtu në bel canto dhe më shumë në pjesë dramatike, që janë më sfiduese për zonin. Unë thjesht jam i habitun që shmonët me majtë ton kohën qatë intensitet panale dhe ton kohën të manë në qiellin, është veten, po të është përçato diçka është më e amazing. mira. Çto është që ajo, për shembull, sa është fuqia e punës, sa don specifika, sa don emocion, sa i harxhon Ekstrem është. felizat e Qartë. Është Atë punë që bëhet me shumë vjetë edhe nuk nalet atë. Më thonë, na si artista ti e din edhe vetë. Puno çdo vjet jem progres nuk kryhet studimi Që t'jem prova, Çdo dyshysh fesme. Prova të provua. Ma Jetu pa të boni pikoha, shok, alom prova jetë. a dullet në selamet na jarë, so me të provu. Me të provu. Po sa herë më thërë kebë sham prova, i të keme dojnë me pi kafe, atë tha hajtë me boll provut mo. Bënë një na janë ajsana. Dini ma të prova bëni diçka. Po të zivit një me shumë e dhimshme, na sa shumë punoj, na prova, dhe kur del diçka si shfaqe, njerëz dhvine shojnë veç ato që na e kena bo, a se din sa prova ti kimi majtë, se njohin procesin. A kishe menu që nështë është mirë me organizu në për shkollat, që mes me marrë me po procesin e provave. Ekstrem. Po këpëtan, sa ata s'din, a dhe menojnë që dolem na hazëri kemi krejt. Këto menojnë sidomos për neve që knojnë. Knoqë me. Po, pa Ta veç dolin që aty knoqën, s'hekin shumë, a dhe në me të sa është. Po paramenos, ajo është pa tjetër, atë mbile është mu më pëlqen shumë se filharmonia dhe opera, po i thirë ton kohën fëmit e shkollave fillore, më armin dëgju provat generale, që është gati si shfaqe. Se që kja si, po. A mu paramendo? Procesin me ta po. Është ekstrem mirë që vim, po paramendo sa mirë është për korin e fëmive, për shambull, se u mita të përshëndet, po përshëndet edhe Elikonën, shoqën tonë të filharmonisë, që është me korin e vetë Okarina, që zdi sa herë... Motra ikonit e një. Qaja. Ti përshëndet edhe ikonë. Po. Ajo shambull, Elikona ton kohën vjen me korin e vetë, Okarina, që janë krejt fëmi. Paramendo sa mirë është si fëmi me këndun në operë. Unë po flasë për operë, për shambull Carmenin që e patëm, që edhe aty e kom këndu një rol Morales. Ishte edhe kori i fëmive, Okarina, dhe këtë diçka shumë interesanta, paramendo si fëmi më arti me knu në operë. Në të automatikisht jetë që aty. Po të dhe i mërë që ato emocione, mas ne vjen të zhvillu prej fëmishë. Zagë, po është shumë, unë menoj që është shumë e rëndësishme si fëmi mu mishënu me këtë sanë, se për shumë që aty janë nizbra, Po. Në shambull, e kum pas fatin që Te ke kry dhe shkollën fillore, ke pas diçka, po me muzikë? Jo, fillore. Pitë mesme. Pitë mesme, po. Unë e di nanëm, kur visha me ndëgju si fëmin në koncertet të orkestrës. Po se nana është violiniste. Po, nana është violiniste, po fix. E di si fëmi kur visha me ndëgju, di shumë pëlqej, e thesha, para me në thesha një dit edhe unë që tu më e mukona, edhe Qep më rive. Dikon edhe kesha. E buna isha do farvene. Po, shumë lovely është, më konë. E që më pëlqej që e ceke që të sanë, se qësh nuk është të folë shumë që kësana. Po dhe se për shembull nuk e di, une kur jemi konë na për para si fëmi, ka qenë pak ma ndryshe, se e kom përjetu, edhe kur na vishin teatri Dodona, i bleshëm na biletat e shkishëm krejt me shku me pa shfaqen, na e kena përjetu e kena pa ato shfaqen, ama me pa që shkën si proces, nëse kom ditë drejsa e kom njësë më marë me artë të manë se e madhe, unë kom menu që ata dalin që aty për që aty e bujnë që ata dhe hajtë shkojnë. Po, fix. A ti se din që duhet më kom proces, a i se më përsërit disa herë, drejsa të mësohet që aja rrugë, edhe mu bo e sakt. 100%. Edhe na kena shumë probleme teknike të edhin edhe vetë, edhe sa problemin teknike kena, na se si na shumë të pregaditun teknikisht. A ki fjallën për teknikisht në qatë shka? Në art, apo teknikisht në teknik? Në teknik. Në teknik, po. Se na apet e kena teknik,
jena të merë, atë të kallët diçka një dritë edhe me Ekstrem. të knuti, drita kërka e që, atë të natë ndodhë, veç vjen të kështë ta he kablën, apo më kupta? Exactly. Po du me thonë për një rast, o zot, kjo është shumë fani u konë, nuk e din cilën shfaqe. Po. E kom pas të goca ka që aniku të rëzbashin, ku e nëzire Altina dhe i thiri popullin, bam, 3 herë që atë. E me një shfaqe ka harruaj me freka, atë. Edhe në kështu në thot, me qa jo nike. Para me në vetë, atë. Shumë fani u konë, Po kabre që se... A më stojnë shumë lezashme sa më shumë na keshën. Unë e kom një rast të patë kallë një dritë komplet. Pëtën që shukon të aktrujmë, unë e lipa një farë dritë, si kjo, kështë të më konë ma klasike, është një farë ase, dhe vëqë u kallë drita. U kallë drita dhe me të në aktor të dëkshin si silojeta. Ta shune me teknikin, së ne gjeshëm një kabël dhe atja... Pa me shti kabël, për më munu me dhez një dritë, ishin meta të pauz. Ajo ishtë te për shkort, për shamë laja ka ndodhë, për shamë për një 3-4 sekunda, se disa e këna vazhë do e këna shti një dritë tjetër. Por, për neve, është 10 minuta, 15 tu shkaj kej qfaqja, qa që është e gjatë, qaj moment, po më neve, qaj moment është i vogël 3-4 sekunda, po ty do këtë shumë i gjatë. Se sikleti, stresi, ose ty që ka kërësit, kërkur se ka marrë vesh, ama ka ta kalon fëta, për këftan, ja, nis ta shavë den ku qa bënëm. Ama mas mirë ti, pa mënaj, se s'pedin shfaqen të onde, hopefully adin, nuk është që u vrejt që ajsana, apo thu që u vrejt. Po dibe njerëzit, po u vrejt e së vrejt është jo teknike e mirë. Absolutisht, kjo nuk arsistohet. është stres për ty e për mu, që si ka më shu se për para dhe ishin profa jam, dhe ke gjithë mund dhe ke ju dështujnë ato efektet që pishtin e mërë në ma mirë me kësit që i kanë bo për para, din që i kanë marë për para, shumë nice ato. I kanë kërsit, a i ka kërsit. I ka kërsit. E ka këshirë kështë, pa! Ti ka shtë i ethët ajo, ka funksionu. Ka funksionu me, i kam shumë me që kes, tak, ka kërsit atë. Shumë ko që si sa në teknike, të pengojnë, për shamull që po thuti, kër e ke poti qatë ambientin New York, që i po thu unike, aja o tje unike, këto të na. Ajo New York mo është jashtë normale së qa kom pohën, se nështë e din gjarin e Don Giovanni, paka shumë që ka ndodhë, është kur kjo e vëran, do më thonë, babën e njënës për këtën e femnave, e vëran aksidentalisht, edhe do më thonë tashaj kur vdes, a i qohët fantazma dhe se një ma i bukër është që na e shohim atë njeri adin, po Don Giovanni se she. Po. Edhe a i tonë konë silët na përskem, po pjesa ma e bukur është që edhe të filmi Mozart nëse e manë men, që është orkestrëm Don Giovanni, na-ra-ra-ra. Ajo është, do më thonë, kur kë i shfaqët Don Giovanni. Po, i shfaqët, kjo është... Atje që shumë do të ke? Atje kanë, do më thonë, kë u konë nër tokë. Okej. Edhe kur ka njësë orkestra me lujtë, komplet reflektorat, kaos janë konë, do më thonë, edhe muret kanë lëviz kështu. U konë diçka, mu janë konë të më qitë jashtë sigurima të e gjiru, apo këpëtan që ashtë kesë u konë atë. Do më ketë u silë muret, edhe këtë për tokës qohët të kënu. Wow. Ajo nuk u konë produksion klasik, u konë ma modern, që për shamull u konë dresht në setër, në këmisha, po u konë kë komendatorit që kë baba jasaj. Edhe Mozarti kër e ka shujt e ka parasit babën e vetë. Exactly. Pa atër kur përlaat me grunë, që është u luki i bilarda, a i kujtojt e qatë babën matë shëshirin në altë atje, që ajo shë. Shumë e nice. Shumë është i nice, tepër. Ku filmi jam ma i preferumi, që 5 herë kom syrë. Unë i di edhe dialogën që a folët. Apo, amazing. Shumë e tika. Pa me në tim digur të sa herë e ke këshyrë ma persone. Sa herë e këshyrë atë filma, më duke diçka shumë vepër artistike, kështu wow e madha. Extreme, edhe s'diçka niva, diçka ishin të e bo një show, një serial më doket me Mozartin. Se disa është i vërtet që kjo po... Po s'pojnë dhe nëse e bujnë, s'dija ka me mujtë mja galu. Na, asoj, s'pesaj që ka. Së është edhe që aty është qaj problemi që a i thënë do regullat mdhaja, për shamull kër e bën atë harimin. Edhe në që thot mujna me kënu, thot se italianët menojnë që vëq italianisht kënu, ta ke pa kërë e thot
e thot mund me këtu gjermanisht, që turqisht Po, mina, që turqisht është shumë nice, se është opera Djent Fyru nga Uzdem Serajl. Më thonë, është Mozarti kur e ka shu, e ka parasit në Pak Turki oriental. shfaqen, po kjo ka qenë, më thonë, mja u lujta, vetëm këtë në shumë lovely, ja. A mi ka thy do ta buja mu përsa ato më Po që pëlqen. ajo është të puna e Mozartit, tani mas Mozarti, se po du me cekë në një sens, se shumë po folin për Mozartin, po unë Ani e kom dhe, favorite. që për që ata t'kina thirë. Është një sens që ka bo kë, nëse s'ka bo ju koni pari që ka bo në operë, është që bashkë të martesa Balete. Figaro, Baletin, apo? ju, Që ka qenë ndalu në baleti. po edhe baleti Edhe baletin e ka shti. Po çka ka bo kë është një rol aty Cherubino. Okej. Është mu më kalon shumë për shtypje si detalj se për shembull Cherubino është mashkull në Okej. operë. Po e Okej. këndojnë mezzo-sopranët. Okej. E E ky e ka bo me qëllim që të sen. Apo kupton? Domethënë ky e ka bo me qëllim që tipi u konë atin ko ma open se ma avangard i kohës, apo dhe Ma për avangard tani i vena kohës. na pëlqen edhe kur ka bu diçka për shans ka dashtë mu bu mësus, atëherë u konë mu bu mësus i dikujt një fëmis të pasanikave, u konë ke fitu pare dhe edhe ai ka dashtë me komponu, ka thonë s'po du mu bu mësus, edhe për që ata ka në Patjetër. veti varfën. po Po dhe veç çfarë vepra ka, ti po çfarë vepra ka kalon mrapa, dhe na du të minu që ato sa në ka një herë. Hares, na me najt tash këtu, knaqëm të fol, po faleminderit që ke në podcastin Flas Qa Du, e falem e i qelëm do muhabete, faleminderit të njërë. Faleminderit shumë u kënaqëm.